Allahu e don atë që i ka këto cilësi dhe këto cilësi në rregull. Si ta dallojmë, si ta peshojmë, si ta masim ne, a na don neve Allahu ajo? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A kjo është merre këtë si matse e cila tregon ty a don Allahu ajo? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i jep dunjan ati që e do dhe ati që nuk e do. Allahu i jep fen, i jep imanin vetëm ati që e do. Sa të ka dhonë Allahu azza wa jall prej dinit, aq don ty Allah. Dhe tash kemi mundësi me matë, sa angazhohesh ti për din, sa angazhohesh ti për hir të Allahut, sa kohë ti ndan për Allahun azza wa jall, sa mundohesh ti për Allahut, e kupton, aq ty don Allah. A sa? A dikush i fal vetëm farzet, dikush i fal edhe farzet edhe sunetet, dikush agjeron vetëm Ramazanin, ama dikush agjeron edhe nafile, dikush e ban vetëm një ibadet, dikush i shton ibadetet. E kështu me radhë, sa angazhohesh ti për hir të Allahut, e kupton që aq ti don Allah. Derisa tha Allahu azza wa jall, vazhdon robi që ti shton nafilet deri në atë shkallë sa që unë ta dua. A vazhdimisht aq shumë afrohet ai te Allahu derisa e don Allahu azza wa jall.